Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Këshilli Gjyqësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut zgjedh gjyqtarin suprem Afrim Fidani për kryetar të gjykatës së lartë. Fidani u zgjodh kryetar me 8 vota pro dhe 5 kundër. Kryetare e mëparshme gjykatës së lartë, Besa Ademi, ishte gjithashtu kandidate por mori vetëm 2 vota. Diskutimi midis anëtarëve të Këshillit Gjyqësor gjatë zgjedhjeve është se ish-kryetaria Besa Ademi kishte dështuar në punën e saj, ndërsa për gjyqtarin Afrim Fidani ata treguan se nuk e konsideronin atë si një gjyqtar të shquar, por se ai kishte plan veprimi specifik me afate kohore të përcaktuara saktësisht që synonin përmirësimin e situatës. Fidani ka qenë gjyqtar e gjykatës së lartë që nga viti 2017. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Partia Demokratike e Kosovës akuzon ministrin e bujqësisë në detyrë Faton Peci për skandal financiar. Antari i kryesisë Naim Ismaili pretendon për dhënien një prone publike me qira, implantin e mbetjeve shtazore, një kompanie për 20 vjet pa ankant publik. Në një konferencë për mediat, ai akuzoi Pecin se ka shkelur ligjin për pronën publike, ku parashqihet që pronat t'i jepen me qira vetëm përmes ankantit publik dhe jo më shumë se 15 vjet, me përjashtim të rasteve kur merret vendim në kuvend. Për më tepër, sipas Ismailit, kompania përfituese është regjistruar vetëm 5 ditë pas shpalljes dhe nuk përmbush asnjë nga kriteret ligjore për përvojën teknike dhe financiare të kërkuar në dokumentin e njoftimit, si dhe pronari I saj është I lidhur me 3 kompani të tjera pa ndonjë përvojë në fushën e përpunimit të nënprodukteve shtazore. Kontrata është nënshkruar me një kompani e cila është themelu 5 ditë pas shpalljes publike. Kriteret të cilat janë vendosur në kontratë, gjatë analizës që kemi bërë të kontratës dhe kushteve, ligjeve që janë fuqi të cilat determinojnë formatin se si duhet të fitohet një kontratë e tillë, na del që Ministri Peci në këtë rast ka tejkaluar gjitha procedurat dhe ka tejkaluar gjitha ligjet edhe në shpallje apo njoftimin publik, edhe në hartimin e kontratës dhe kushtet e kontratës. 5 ditë para hyrjes në fuqi të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në Kosovë, Oda Ekonomike Amerikane presh shqetësimin për ndikimet potencialisht të dëmshme që kjo mas mund të sjellë për ekonominë, bizneset dhe punësimin në vend. Në një komunikat për mediat, Oda thekson se përkundër faktit që liberalizimi në parim është një objektiv I shumë pritur, suksesi I tij cënohet nga mungesa e kushteve reale të tregut. Sipas saj, aktualisht vetëm një furnizues është plotësisht funksional, gjë që I lë bizneset pa mundësi zgjedhje dhe I ekspozon ato ndaj rritjeve të mëdha të çmimit të energjisë elektrike. Hapen 227 vende pune për mjekët gjatë sezonit veror në Shqipëri. Në kuadër të masave në përballimin e fluksit të turistëve, Ministria e Shëndetësisë bën thirrje për punësim sezonal për të paktën 227 mjekë dhe infermierë në këtë sezon të vitit 2025 në 36 qendra shëndetësore në Bregdet. Sipas kryeministrit Edi Rama, qendra do të jenë në gatishmëri 24 orëshme për të garantuar kujdes shëndetësor mira pushuesve vendaze të huaj. Opozita në Shqipëri paralajmëron me grevurie. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka përjashtuar asnjë skenar në shtator me rinisjen e jetës politike duke përfshirë edhe grevën e urisë. Berisha deklaroi se është I gatshëm që të udhëheq edhe me shembullin e tij personal. Absolutisht I gatshëm ta udhëheq gjerë në fitore dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Nuk përjashtohet asnjë variant. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për vjedhje të zgjedhjeve. Rëndësitë jashtëzakonshme për ne ka që shqiptarët me ndërgjegjje të plotë të bindën se kjo ishte një farsë dhe jo ajo siç ja u paraqet propaganda kriminale e qeverisë dhe altoparlantëve të saj. Bota. SBA dënon sulmet ruse mbi Ukrainë. Presidenti Donald Trump I quajti plotësisht të çmendur presidenti rus Vladimir Putin pas një serie sulmesh vdekjepëruse dhe paralajmëroi se nëse ai përpiqet të pushtojë gjithë Ukrainën, kjo do të çojë në rrëzimin e Rusisë. Zyrtarët Ukrainës tanë më 26 maj se Rusia kishte lëshuar 355 dron ndaj Ukrainës një natë më parë. Ky është një numër rekord në më shumë se 3 vjet luftë. Kam pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë të mirë me Vladimir Putinin, por diçka ka ndodhur me të. Ai është bërë krejtësisht I çmendur, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.